Përshëndetje, jemi në podcast, jemi në Radar, ditën e sotme do të fokusohemi te historia. Shumë shpesh ajo na fshihet, por ka edhe persona atvedashës që e duan shumë vendin tonë, që përpiqen me mish dhe me shpirt që ta zbërthejnë ato në çdo hall, madje duke konsumuar orë të tepëra, studime të tepërta, po ashtu edhe shëtitje dhe shtegtime nga zona nga më të ndryshmet ku ka histori dhe gjurmëtonat një ndër ta, që kam nderin ta kem në një lidhje direkte nga Italia, është edhe profesor siç e quaj unë, zoti Alban Kraja. Zoti Kraja, shumë faleminderit që jeni me ne. Faleminderit juve për ftesën. Shpeshherë përpiqet që të na fshehin atë që ne jemi, por ju e zbuloni në një formë apo në një formë tjetër. Ne kemi një histori shumë të madhe, dashur Mario, aq të madhe sa krijohet ideja që një popull relativisht i vogël që jemi ne sot është e pamundur që ta përfaqësoj gjithë të histori të madhe, dhe kjo krijohet shumë herë në atë subkonsciencën tonë personale të ne shqiptarëve, por edhe tek të huaj. Pasi ato harrojnë gjën më kryesore, që është që ne dikur ishim një popull i madh, ishim një popull që banonim pothuajse pjesën më të madhe të Europës në antikitet. Dhe kjo bën që ne pas të kurrjes o të kurrim si popull dhe mbjetuam aq sa jemi sot në territoret që dim ne të Shqipërisë etnike të sotme, por u të kurr populli, u të kurr atë jon, por nuk u të kurr historia. Historia mbeti ajo që ishte historia jon e madhe. Por fatkeqësisht ajo shumë herë është fshehur qëllimisht nga të huajt, është përvetësuar ajo shpeshherë nga fqinjët tanë, por kjo ka ndodhur për fat të keq në dakordsi shumë herë dhe me institucionet tona, të cilat ishin të lindura si institucione për të bërë të kundërtën, për të bërë nxjerrjen në dritë të asaj që më të mirën kemi ne nga historia jonë. Unë duhet të kujtoj diçka, që nëse historia e një populli fshihet apo tjetërsohet qëllimisht, ajo përbën një vepër penale në fushën jo vetëm kombëtare, por dhe atë internacionale. Prandaj ne jemi duke vënë në jetë dhe një projekt që përmes fakteve të reja, risive që ne kemi gjetur, pasi historia e kujtoj nuk është një shkencë eksakte, e cila mbetën ajo që është shkruar këtu e 100 vite apo këtu e 1000 vite. Historia është një shkencë që evolon në bazë të zbulimeve të reja, në bazë të zbulimeve arkeologjike, por dhe ato arkivore, në bazë të shkrimeve antike që deshifrohen sot ekskluzivisht me shqipen dhe mas një gjuhë tjetër, të cilat për shefrit kanë qëndruar të pakuptueshme dhe të papërkthyeshme, dhe në bazë të gjithë këtyre hulumtimeve të reja, ne kemi arritur në konkluzion që historia jonë është të fshehur dhe qëllimisht është vjedhur nga fqinjët tanë, dhe këtë kanë kryer me komplicitetin e shumë figurave që ne i kemi mbajtur për historian shqiptar apo për akademik shqiptar. Dhe do përparojmë, pastaj kemi dhe 2 studio legale që na ndjekin këtë çështje dhe do avancojmë kur të jetë momenti i duhur, dhe një kërkesë që është kërkesë për të riparë edhe një herë historinë e vërtet të shqiptarëve në gjithë trojet ku ato banojnë. Dhe e përsëris, kjo përbën, pra tjetërsimi i historisë, vjedhja saj, fshehja saj qëllimshme, përbën një vepër penale qoftë në rrafshin kombëtar, por dhe atë ndërkombëtar. Për të ardhur pastaj tek historia jonë e jashtëzakonshme dhe për arsyet pse është vjedhur, pse është mshehur mbi të gjitha, unë duhet kujtoj një historian, një politikan dhe një senator romak të shekullit të parë para Krishtit, i cili ishte një bashkohës i të famshëm Ciceron. Ai ishte Gaio Salustio. Gaio Salustio ishte një historian i jashtëzakonshëm, si thash, një politikan, një senator, dhe në ato, si thua, teoritë e tija më të famshme është ajo që ai që shkruan mbi historinë e vërtet, ai që shkruan mbi një personazh historik që ka bërë një epokë dhe nxjerr atë nga humbëtira, nga harresa, nga fshehja, vlen po aq sa ai që ka kryer këtë akt të madh si njeri i jashtëzakonshëm që ishte në momentin kur ai e kreu atë. Pra të imagjinojmë rolin e madh që ka një historian apo një akademik apo një ndjekës i historisë, një studiues i historisë
për të lënë më të mirën dhe për të nxjerrë në drejt atë që është historia vërtet e popullit të tij, e kombit të tij. Historia jonë është shehur qëllimisht për aspektin sepse ne jemi populli në mënyrë të padiskutueshme gjenezë e kontinentit tonë. Jemi populli, gjenezë është një fjalë puro i lirë sepse ka shumë që sot ngatrohen duke konsideruar fjalët që ne kujtojmë, sepse ato gjuhëtarët tanë me në kry Qabejnë dhe shumë të tjerë pasues të tij fatkeqësisht kanë punuar jo si duhet për atë dhëun tonë, pasi na kanë mbushur mendjen për dekada që ne kemi kuazime, kemi arabizma, turqizma, greqizma, serbizma, gjithë izmat e botës, por në fakt është e kundërta dhe fjala gjenezë është një produkt që është në rrëj në filles të gjërave, që është pra gjën e zë, pra gjën e gjen dhe e zë, pra zë për të parën herë në themel diçka. Prandaj të përsëris në gjuhën korrekte i lire shqipe ne jemi popull gjenez, pra jemi popull bazë i Europës, pas jemi popullin më antik i saj. Dhe sigurisht kemi gjuhën më të vjetër në kontinentin tonë, dhe në bazën gjuhësore shqipe, pra në çdo gjuhë indo-europiane, gjen shenja, gjen një farë boshti fillestar, iniciator të asaj gjuhe, sepse kjo tashmë është në sy të gjithëve që njohin gjuhët e huaja, por dhe të gjuhëtarëve sot europian që po studiojnë thellësisht çështjen e gjuhës shqipe, pasi kanë filluar ta konsiderojnë bazë atyre hulumtime që ne bëjmë, ne i dërgojmë gjithmonë akademive në të gjithë Evropën, instituteve të gjuhësisë në mbar Europën dhe në tej madje, duke kërkuar që t'i sensibilizojmë dhe t'ju mbushim mendjen me fakte atyre që ne nuk jemi një gjuhë e formatsuar mbas shekullit të 5 mas Krishtit, siç e aprovon sot fatkeqësisht akademia jonë, e cila e ka nxjerrë gjuhën shqipe, një gjuhë të formatsuar mbas shekullit të 5 mas Krishtit, pra një gjuhë paga shumë mesjetare, por ne kemi arritur përmes këtyre fakte të bindim pra figurat të shquara të gjuhësisë evropiane, aq sa një ndër shtetet miq që kemi ne, që është Zvicra, kohët e fundit ka lënë, që nuk është një mister takshmë, ka lënë fondin e parë për 1 milion franga zvicerane për të nxjerrë në dritë atë lidhjen historike të gjuhës shqipe në bazë të gjuhëve, të gjitha gjuhëve indo-europiane. Jemi vetë një gjuhë që kemi mbi 3 fjalë njëhofshe, gjitha emërimet e pjesëve të trupit, të mjeteve rrethanore, të natyrës, ne kemi njëhofshe, duke filluar jam vetëm sa shembuj, punë, gojë, buzë, vesh, dorë, gisht, trup,